Një këshill për ata që nuk e falin namazin. Falja e namazit, thamë, është e shtyllave të islamit. Dhe për namazin në situata të ndryshme dhe në vende të ndryshme, Allahu ka premtuar se të shtohet sevapi i tyre. Për shembull, falja e namazit në Mekë, në xhamin e Qabës, në Mesjidi Haram, Allahu e shton shpërblimin e saj 100.000 herë. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salam se namazin e Qabe e ka vlerën se 100.000 namaze në vende të tjera. Dhe kjo është një përgëzim shumë i madh. Domethënë Allahu xhashan kur ti e fal namazin dhe e fal në vende të veçanta, Allahu e shton sevapin, sikur se e shton sevapin për shembull për atë që e falet në xhamat, në xhami. 25, në disa rivajete 27 herë është më i vlefshëm namazi që e fal njeriu me xhamat në xhami sesa atë që e fal në shtëpinë e tij apo në vendin e punës ku punon. Pra, nëse je në Qabe edhe e fal namazin e akşamit, te Allahu të shkruhet sikur 100.000 namaze më i fal. Po këto 100.000 namaze nuk janë që i kompenzojnë ato namaze që Patjetër, po. si keni falur, se disa e keq kuptojnë, thotë ti kum fal 100.000 namaze e pastaj bën hesabin se sa vjet e kum fal namazin. Kjo llogari nuk është e tillë, por është llogari në aspektin e vlerës dhe sevapit që jep Allahu subhanahu wa taala. Domethënë të jep sevapin sikur se i ke fal 100.000 namaze. Pra ditën e gjykimit kur dalmi, filon fisteku për shembull, i cili ka fal për shembull 10 namaze në Qabe, te ai shkruan se i ka fal 1 milion. 1 milion namaze. Subhanallahu, Allah na mundsoft.